Përshëndetje ndjekës të podcastit Diaspora Reality Show përmes kanalit tim në YouTube channel. Sipas një raporti nga BBC, Partia Konservatore e Mbretërisë së Bashkuar ka njoftuar një plan ambicioz që synon të largojë 750.000 emigrantë të paligjshëm brenda 5 vjetësh. Liderja e partisë ka deklaruar se ata do të ndalojnë individe që hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar pa leje nga kërkesa për azil. Kjo nënkupton se ata që mbërrin ilegalisht përmes kanaleve të rrezikshme, përfshirë shqiptarët që shpesh përpiqen të arrijnë në Angli, do të kenë shumë më pak mundësi për mbrojtje dhe strehim. Nën propozimet e reja, njësia e forcës së emigracionit do të riemërohet si forca e kthimit dhe do të ketë një buxhet të dyfishuar për të përshpejtuar proceset e deportimit. Konservatorët do të përpiqen të nënshkruajnë marrëveshje me vende të tjera për të kthyer emigrantët dhe planifikojnë edhe ndalimin e ndihmës ligjore për kërkesat e azilit. Kjo nënkupton se ata që mbërrin ilegalisht përmes kanaleve të rrezikshme, përfshirë shqiptarët që shpesh përpiqen të arrijnë në Angli, do të kenë shumë më pak mundësi për mbrojtje dhe strehim. Konservatorët do të përpiqen të nënshkruajnë marrëveshje me vende të tjera për të kthyer emigrantët dhe planifikojnë edhe ndalimin e ndihmës ligjore për kërkesat e azilit, duke argumentuar se zyrtarët e qeverisë do të vlerësojnë kërkesat drejtësisht. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i këtyre propozimeve është plani për të kufizuar fuqinë e gjykatave në vendimarrjet për emigracionin. Konservatorët synojnë të heqin mundësinë që gjykatat të ndërhyjnë në vendimet e parlamentit për çështjet e emigracionit, duke pretenduar se do të arrihet një reformë ligjore që do të ndihmojë në ruajtjen e autoritetit të qeverisë. Për diasporën shqiptare, këto propozime nënkuptojnë se ata që dëshirojnë të arrijnë në Mbretërinë e Bashkuar për të gjetur një jetë më të sigurt dhe më të mirë, do të përballen me pengesa të shumta ligjore. Ato që kanë arritur tashmë dhe janë në procesin e kërkesës për azil, gjithashtu do të ndihen të pasigurt nëse këto ndryshime hyjnë në fuqi. Në një kohë kur emigracioni është një çështje sensitive e diskutuar, shqetësimet rreth këtyre politikave po rriten. Komuniteti shqiptar dhe grupet mbështetëse duhet të qëndrojnë vigjilentë dhe të angazhohen në përpjekje për të mbrojtur të drejtat dhe mirëqenien e emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar. Ky është një moment kritik për ata që besojnë në rëndësinë e mbrojtjes së refugjatëve dhe emigrantëve në një botë gjithnjë e më të ndërlikuar. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel Diaspora Reality Show by Linda.